Unë të gënjej antarësinë time, çfarë faktesh? Unë si duhet tërhiqet. Aleanca Kombëtare në këto zgjedhje ka fituar 114.076 vota me gjithsej këshilltar 159. Shoqata e Gazimestanit Vlen ka fituar 91.849 me gjithsej këshilltar 122. Të nderuar, a është fitues 114.076 vota apo 91.849 vota? A është fitues 159 mandate për këshilltar apo 122 mandate? Do të tërhiqet nga politika pas raundit të dytë të zgjedhjeve lokale dhe ato këtë reforma në të ditë. Përse të tërhiqem më të dha, a i më dëgjoni ju, a kini vejash as kini? Kush ka fituar? Humsi duhet tërhiqet, jo fituesi. A i duni dokumenta. Shkoni në KQZ, verifikoni, dhe nëse verifikuat për 25 vjet një humbje të Ali Ahmetit, atëherë hajde një flasim. Faktet flasin ndryshe, zotri Ahmeti? Çfarë faktesh? Faktet flasin ndryshe. Që marë faktet, mere. Urnoni. Si unë të gënjej tani popullin tim, unë të gënjej antarësinë time, unë të gënjej ata që më kanë mbështet mu, partinë time. Kur the mu, më është partia ime. Qerek shekulli ka fituar. Jo këtë 3 cikle. Urnoni që ku jam të shkruara, e bardha mbi të zezër.